me qëndrimet e saj kriminale dhe të Edi Ramës për 20.000 vdekje shtes nga Covid-i. 20.000 vdekje shtes. Jo ato të Covid-it, po mbi Covid-in. Do më thanë që Covid-i në Shqipëri u zhvillue më rëndë se në çdo vend tjetër. Dhe pse? Fare thjesht. Sepse Shqipëria edhe në kulmin e Covid-it pati disponibel për qytetarët e saj as gjysmen e shtretërve që pati Kosova. Kosova kishte 1.200 shtretër, Shqipëria kishte 500 shtretër. Prandaj dhe biles t'i kërkojnë të falur beqës se e mbajtën shumë. Na falo beqës dhe mbajtëm si shumë. Për sa i përket tjetrës, Isa, në një narkoshtet të bazuar në drogën, korrupsionin dhe vjedhjen, natyrisht opozita, korruptimi i opozitës, burgosja e opozitës, rënimi i opozitës është politikë kryesore e diktatorit Edi Rama. Në këtë kuadër, gjinda dhe individ që shiten dhe blihen, si pas tregut të qeverisë, por i sigur t'jesh që opozita qëndron me vendosur dhe me pamposhtur se kur sot ndaj ti dhe e gatshme të bëj gjithçka për largimin e tij nga pushteti. Kjo pa asnjë dyshim. Por një njeri që bazon qeverisjen në akte të tilla tregon se sa primitiv është si njeri. Megjithatë, unë i përshëndes ata socialistë që dogjen dokumentat e partisë krimit dje. Ata provojnë që s'kan lidhje me krimin. U distancuan. Edi Rama mbahet në çdo lloj përpiqje, në çdo variant, por në fakt është absolutisht i pashpres. Është një kufom e pakallur, do kallet politikisht. Përshëndetje, Indrit Marakova, 2 CNN. Doja të nisja nga ajo që tha zoti Boçi pak më parë, ftojmë mazhorancën ta hedhim në referendum. Pse ftojmë mazhorancën dhe nuk e kërkoni ju, zoti Boçi, për shembull? Një referendum.